Në fakt, unë me këtë punë këm fillu për të marrë që nga viti 1992. Dhe hapat e parë, unë i këm hedhë në Shqipëri, kur ajo Shqipëri, dhe më thënë, kishte nevojë dhe lëndonte, dhe më thënë, nga ndryshimi i sistemit komunist në sistemin në demokratik. Dhe ato halet e aty në bashkombësve tonë, gjaku tonë mi fjalë, ishin shqetësuese dhe unë isha nga to që për të shëru plagën edhe për të dhënë kontribut dhe ndimin time. Dhe mendoj që ja kom arrit qëllimit, në atë periudhën është kriju shoqata Shqipëria-Austri dhe unë kom qenë kryetari shoqatës Shqipëria-Austri prej 28 vjetësh. Në këtë grup kanë qenë figurat më eminente të asaj kohë mi fjalë dhe kemi fillu rrugtimin tonë, dhe më thonë, në dobit për të mirën e komunitetit dhe shtetit shqiptar. Unë kom fillu me ndimin emergjente nga Austria dhe në atë periudhë kom mbulu mi fjalë shtresën nevojë mbi 35.000 paku vetëm me veshmbathje. Dhe kom realizuar 136 projekte, kjo bëhet fjalë për Shqipërinë, dhe më thonë, duke filluar nga shkollat, qendra shëndetësore, kopshte, ura, dhe më thonë, objekte institucionale, dhe më thonë, edhe ja kemi arrit qëllimin. Pastaj, në vitin 98, unë me që isha në Shqipëri dhe duke vepruar në Shqipëri, filloi lufta e Kosovës dhe eksodi i parë që ndodhi në ramjen e Jonikut, me fjalë në pjesën e Dugaxhinit, ai eksodi i parë që ishin 20.000 të dalur nga Shqipëria, isha unë me një zonjë nga Austria që kemi vepruar dhe punuar bashkë, zonja Mariane Graf, që ishim të paret që ju në gjindem bashkombëve të mi gjaku tim në kufi, në Tropoj, në Badesh dhe në Tropojnë e vjetër. Dhe aty nga ato 20.000, unë i kom marrë në patronash 5.000 frymë, mi fjalë, duke i sistemuar dhe duke ju ndajt gati me ushqime dhe me çdo gjë. Pastaj me 23 marsin, kur ndodhja e madhja, kur filluan bombardimet e NATO-s, në Shqipërive që jemi dëshmitar të asaj, me fjalë gjitha i dibim që u bë, dhe më thënë, në Shqipëri dhe në Maqedoni, në atë periudhë kom arrit për të krijuar 4 kampe, 2 në Puk, 1 në Shkodër dhe 1 në Mamurës, dhe duke kaluar, duke ndejt gati, me fjalë bashkombëve të mi, që kanë kaluar në përdur të mia, 63.000 familje. Ju në atë ko ishin në ndonjë organizatë humanitare? Kjo organizatë në fakt, austriake, se unë kom qenë edhe drejtor ekzekutiv i shoqatës austriake, dhe më thonë që kemi qenë 2 veta, zonja Mariane Graf dhe unë, dhe më thonë që jemi marrë me këto punë. Dhe pastaj, gjatë luftës, me mbylljen e luftës, kom qenë unë i pari që jem fut me konvojin Gjerman me 360 tonë në Kosovë, me ushqime, dhe unë me që vi nga një zonë e Dugaxhinit, me fjalë se unë jem rrit në Gjakov, po nuk u stacionova në Gjakov, po ju drejtova Drenicës. Për shumë arsye ju drejtova Drenicës, ajo Drenicë ishte Drenicë e rezistencës, rezistenca ishte në gjithë Kosovën, po Drenica kishte pasuar absolutisht, dhe më thënë, kishte shkatrime dhe çdo gjë, dhe unë jam stacionuar në Drenicë, dhe për 2 vite, populata e komunës që në atë periudhë i thoshin Llogos Drenasit, është ushqyer nga duart e mia mbi 80.000 frymë. Pastaj, kom kaluar në fazën e dytë të rindërtimit, kur ishin mbi 80%, vetëm po një fakt, arbëria e epërme ishte mbi 80% e rënuar, e shkatruar, dhe unë kom arrit në Drenicë për të rindërtu 527 shtëpi. Me fjalë, kjo ka qenë ajo pjesa e asaj të luë. Pastaj në Prishtinë, kur doktoresha Flora Brovina ishte në burg, e dënuar, dhe me thonë, me 12 vjetë, ajo kishte një qendër të rehabilitimit të nënës të fëmijëve, që kishte krijuar që para luftës, gjatë luftës, edhe pas luftës, dhe me thonë, aty ishin mbi 300 fëmijë, që ishin fëmijë jetim, pa prind, dhe me thonë, të keq trajtuar, dhe unë kom marrë në patronazh, kom rindërtuar shtëpinë aktuale ku ato ishin, dhe pastaj i kom kriju mundësinë e objektit të ri, gjithë infrastrukturën e dur për të fëmijë, dhe për 2 vjet e sa kom arrit edhe personelin me fjalë për ta stimuluar me të ardhurna për t'u nejt gati të fëmijëve. Në një periudhë pastaj kanë qenë 3 fëmijë nga Drenica, 2 nga Drenica, 1 nga komuna Malisheve Zbajica, të gjymtuar nga minët,
pa kam dhe unë e pava në një histori që i jepte televizioni i Kosovës, me fjalë dhe të nesër jem shku, jem interesuar për të fëmijë, ja kom arrit që t'i dërgoj në Austria të fëmijë, dhe pas 2 muajsh jënë këthy me fjalë me protezat vendose dhe sot janë aktive në jetën e tyre me fjalë dhe vazhdojnë. Me fjalë kjo është në pikat shkurtë ajo pjesë e punës time, angazhimeve të mia, dhe mund ta them edhe diçka që gjithë ky mund nuk të angazhim, se nuk do të them mund me fjalë, ka rezultuar me fjalë me njohje, domethënë nga shteti shqiptar, nga institucionet e shtetit shqiptar, dhe po e them kështu pa modesti, unë jam një nga ato që është dekuruar domethënë në gjithë hapësirën nga 2 presidentë të shtetit shqiptar, me fjalë unë gëzoj medalën e mirënjohjes nga presidenti Alfred Mojsiu në vitin 2004 dhe medalën e nanës Tereze, domethënë në vitin 2018, jam 8 herë qytetar nderit në komuna dhe bashkitë të Shqipërisë dhe në Kosovë, me fjalë kam mirënjohje nga komuna e Drenasit edhe nga sa organizata me fjalë që unë i kam ndihmuar.